Sigurisht që ne jetojmë në një vend që duam të jetë demokratik dhe njerëzit duhet të kenë lirinë e mendimit të tyre. Unë nuk jam shprehur fare këto 3 ditët e fundit, që nga data e vendosjes listave deri sot. Nuk jam shprehur të dashur qytetar sepse procesi ende nuk ka përfunduar. Edhe tani që flasim bashkë ne nuk ka përfunduar, që do të thotë, nuk janë listat përfundimtare. Janë proces. Ka në dijenin time dhe ditën e nesërme mundësi që të mos jenë përfundimtare. Për këtë arsye, unë kam heshtur, por sot me që se po më pyesni dhe jemi në këtë live për të sqaruar qytetarët, po ju shpjegoj që ne jemi një lëvizje e cila ka hyrë në një koalicion me 2 subjekte të tjera. Çdo subjekt i koalicionit ka të drejtë të bëjë propozimet e veta. Propozimet merren, administrohen, gjykohen e për sa kohë listat janë paraprake, vendimet nuk janë përfundimtare. Unë ju bëj me dije që për zotin Dash Sula personalisht kam respekt, sepse ka votuar kundër ndryshimeve të vitit 2008, ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008, dhe në atë kohë ka qenë dhe deputet i majorancës, ka votuar pro reformës në drejtësi, e ka mbrojtur reformën në drejtësi, ka votuar kundër mbylljes së listave në votimin e fundit të turpit që këta bën për t'i mbyllur listat, dhe këto ai ka merita që për mua nuk mund t'i mohoj askush. Ne nga ana tjetër kemi bërë thirrje që nuk mund të rrim vetëm një subjekt i mbyllur ndaj kujdo që ka pasur një bindje të caktuar politike apo ka qenë i pozicionuar politikisht diku. Ne kemi thënë nuk do të bashkëpunojmë me subjektet në fjalë dhe me ata që kanë pasur pushtet që kanë marrë vendime për të ndryshuar për keq jetën e shqiptarëve. Për këtë arsye, ideja për të ndërvepruar e për të bashkëbiseduar me zotin Sula ka qenë e mirëpritur, por unë ju bëj me dije që për shkak edhe të faktit që ne jemi një lëvizje që i merr vendimet duke pyetur antarësinë dhe duke bashkëbiseduar, për shkak dhe të mos dakordësive, ne do të shkojmë në zgjedhje pa zotin Sula. Kështu që ndaj u kam thënë dhe atyre që më kanë shkruar këto 2 ditë me durim, sepse nuk jemi në këtë rrugë për të zhgënjur askënd, jemi në këtë rrugë për të bërë më të mirën për vendin tonë, sepse nuk e shohim këtë si një rrugë për të pasur veset e shkuarës, po e shohim si një rrugë për të sjellë model të ri. Unë ditu them me përgjegjësi të plot që ne nuk mund të sillemi si para social, ku ti trajtojmë njerëzit si me koler pse kanë pasur një bindje të caktuar apo qysh apo tek, po jemi njerëz të cilët duhet të vlerësojnë gjërat rast pas rasti. Në rastin konkret, po ju bëj me dije që në këto zgjedhje koalicioni Nisma Shqipëria bëhet do të shkojë me lista ndër të cilat nuk ka asnjë ish deputet, ish ministër, ish kryetar bashkie, ish kryeministër, e me radhë.